Luiz Helli ka reaguar ashpër ndaj spekulimeve që po qarkullojnë rreth emrit të tij në rrjet. Përmes një postimi në Insta Story, këngëtari mohon kategorikisht çdo përfshirje në programin Ferma VIP apo në ndonjë forcë politike. Ai shkruan se nuk ka folur kurrë me askënd dhe nuk ka bërë asnjë telefonat lidhur me pjesëmarrjen në këtë reality show. Në vijim të reagimit të tij, Luizi e bën të qartë se nuk do të jetë pjesë e asnjë ferme dhe nuk ka ndërmend të kandidojë për ndonjë forcë politike. Ai mbyll mesazhin me një thirrje të drejtpërdrejtë për ndalimin e këtyre lajmeve të rreme. Ky reagim vjen pas disa ditësh aludime në media dhe rrjetet sociale për rikthimin e tij në televizion apo përfshirje në skenën politike. Statusi i plot i Luizit. Mendoja se do të ndalonit, por jo. Ju bëj me dije se nuk kam folur kurrë me askënd, as ndonjë telefonat në lidhje me atë fermën VIP. Pra, me pak fjalë, nuk do të jem në asnjë fermë, as nuk do të jem kandidat për ndonjë forcë politike. Boll se nuk kam më lezet. Përfundon kështu statusi i Luizit i postuar në Insta Story. Ndërsa disa ditë më parë, Zon VIP ka konfirmuar për burime ekskluzive se moderimi i Ferma VIP i është besuar Luana Vjollcës, ndërsa në rolin e kryefermerit do të shikojmë Isli Islamin.